Përshëndetje miq të emisionit Lemza. Sonte në emisionin ton kam të ftuar një personazh i cili vuri themelët e teatrit dhe të kinematografisë në vendin ton. E kush mund t'jetë tjetër përveç profesor Ekrem Kryeziut. Mirëmbrëma profesor, mirë se erdhët në emisionin Lemza. Mirë si u gjeta. Sini, si po kaloni? Mirë, si me Lemza. Çka të kujton Lemza, profesor? Po Lemza, si mas meje, është një si them, tronditje në organizëm që të ndërpret një trajtshmërin e një veprimi të caktuar. Mas Lemzës gjithmonë duhet të rjedhë diçka tjetër se ajo që e ke pas. Thuse Perëndia ka dashur me përmes Lemzës me thonë mjaft punove që ato ktheu diçka tjetër. Uroj që kjo Lemzë të më ofroj një emision të mirë, një bashkëbisedim me një vajzë që besoj do t'jetë sikurse që ka qenë emisionet tjera të Lemzës, edhe unë t'jem në atë nivel çfarë ju i keni realizuar emisionet Lemza. Faleminderit shumë, profesor. Në këtë emision do të flasim për jetën tuaj. Kur e kujton fëmirin, çka të vjen më së shumti dhe më së pari në mendje? Çka të kujton fëmiria? Loja. Edhe ajo çka ka qenë ne në atë fëmirin ton jem gëzu prej sanëve të vogla. Më kujtohet në Gjakov, një pjesë fëmijërisë se kom kaluar edhe në Gjakov, marrëshim topa prej leshkit të lopëve. Dhe prej qengjave, a? Dhe prej qengjave. Tu kom qenë 3 vjeçar. Edhe e mgucin thojnë, ja pas ke vjedh në i qikes këto sandale. Po jo deshta të me jo fëmiria që e majnë mend që kem lujt, kem maru topa me sapune dhe me qime, edhe kem lujt me ta. Mandej kem punu topa prej faktik kërpave të ndryshme, i kem qep. E jem gëzu. Ne pos topit ke pas edhe kem lujt me në Qakovi thojnë porta, Krishtin kilikera. Me i thojnë sërqa. Unë s'kom lujt me sërqa për arsye se gjatë më kanë duk se duhet me lujt në pluhën. Kom qenë në një farë mënyre që si ky djali pastër edhe s'kom pas dëshirë të lujnë për pluhur. Ka qenë lojra të ndryshme fëmirore në atë kohë që... Ma ne kem lujt lojra fizike, kështu, lojra fizike... Me top. Me top, po se topi ka qenë, po thonë... Fshehur azi. A gjeshin letë? Jo, fshehur azi për arsye që kom shpejt, s'kan mujt me kom qenë shumë i shpejt në vrapim. Edhe më kujtohet gjatë një vrapimi, kom ranë gurë edhe më ka hy guri në gjuhë këtu, edhe kom shku të një kruje, kom nxirat guri. Nuk i kem pas përgatitjet e të mira që shionë sot, që shi kanë. Me këpuca, çfarë këpuca ka qenë zotë rujna, i lidhshi me konop për skia, skijat kanë qenë, vonë ka dali skia me lidhse të metalit, po, dhe më thonë, kem kalu një varfri se ka qenë fëmiria jonë, ime dhe brezi tim, ka qenë shumë me varfri të madhe, për arsye se dhe Kosova ka qenë në atë nivel, po gjatë të në kohës, ajo shka ka qenë për mu me ranësina të fëmijë, kom të lexu. Edhe ka qenë për mu një gëzimi madh kur baba mi dha një shumë të hollash që kom e dhune bibliotekën time. Edhe ajo bibliotekë, kushtimisht e mjellur në atë kohë të fëmijërisë ime, që këtë djallë kër e ka pas bibliotekën. Djallë i librave, a? Djallë i librave, edhe mërë i zkresh që ka me të gjithë më vonë. Kur jemi këtu tek fëmiria, e ndjekim një insert me 2 personazhe. Ka qenë një punëtor tepër i fortë, edhe si fëmijë. Nuk ka qenë edhe i urtë. Por adiqysh, kjo është e mirë, se me qenë edhe i mësimit, edhe me qenë i urtë, për para i thëshin, nuk o në regullë. Vekja i të nga këtu, në Gjakovë, shkojshin me babgjyshin e ka pasë në Cermjani Mullinë. Herën e parë që kur shumë më radhë atje, që na nuk kishim drita në Gjakovë, e dela në katon, me lampa, kur bëke në gjysë tërë në bishim në gjumë atje, s'kishim shka me bëtë, s'ka pas televizore. Kur s'disha mu më dulë gjumi ku pisho, na flenshim bashkë. Nuk është aty.
uqova për thirit të qaj fshatari, se na Gjakovës i thojmë katonari, e për thojmë që shtot, edhe dolim dëjni afer, o dëjni o konë dëjni afer, mo sa mytë gjoma, lëpe, këtë, uquna, dhajt e dishka, e kontrolun këtë, por mu kujtu që a i qohat njatët. Edhe, unë isim, shko bo, nuk ka, edhe unë tash unë shkova pa Gjakovë, pse tash u shku në Gjakovë. 11 e sa, 13 kilometre ka pas. Edhe jam njësë, kom natë e mirë me hanë. Edhe herë të mgajt, herë të hecë. Herë të mgajt, herë të hecë, nëra 4 gjysë shpi me ngjesit, po më rriju në Gjakovë të shpija, për më rriju deres, po dalë baba. Këtu është e kemi, do i fjallën e pa që ma ka thonë. A unë janë njësa me vajtë. Edhe ku pa hima e në i shkonë në gjumë. Se e kumë marë, e kumë qumë, po e ta kumë blesë shëpjaka. Vike, e reha mirë. A janë jojnë nenja madhe të tërkenane, nenja madhe myti, për a ma bëshin baba ledhe, ku më me ledhe që mu se më rëshoj shpirti. Shumë i kujdeshëm, për familje, për gjithë shka, ajo i kujdeshëm. Që në fillim ti rëthimit tim, dëshroj ti falemderoj, dëshroj ta falemderoj, për krejt qka ka bo, që unë t'jem ky që jem sot. Përveç se kom pas vlaj, ka pas edhe një rol mbikëqyrës edhe si prim. Kur një mramje vonë zgjot krejt shtëpia. Dhe me thënë drejtën, zgjimet e vonshme që mbon në shtëpinë tonë s'kan qenë zgjimet gazmendit, po ka qenë zgjimet natyrës tjetër. Gjatë gjithë kohës, bastisje, hyrje, çdo kohë ka qenë një tërmet i vogël në shpirtin tim si fëmijë, atë mramje, vonë, thash ndodhe dhe diçka tjetër. Po, ajo ishte që arsyeja që u zgjova, u ndigju muzikë. Dhe me të tregu drejten, në shtëpinë tonë gati kurse ishte ndigju muzikë, se s'kishte radio, nuk kishte normalisht, nuk kishte as atë kohë televizion. Dhe unë u bë fasovë, zgjova çka ndodhe dhe kremi ka marrë pjesë me një kontest vallëzimi, e ka fitu vendin e parë, ka fitu një radio dhe një tortë. Dhe në ushqu me s'ka mujtë vulganë, në pak me gjatë se e kremi, që s'ka pas shansaj me më përzin rovet mija, asu në rovet ati. E krembeti e din që se kom shumë për mëra kamerën, si do qoftë më dëshoj të thëmë që ti ke qenë ylli polari imi, ti e një oqean për ne i pashtështëm, po jo oqean Atlantik, ti e oqean patësor, s'ki valë, s'ki stuhi, s'ki kurgjo, afron vetëm bukuri, knaci. Jo thashtë edhe këtyre të emisionet, për thëmë edhe ty, ne kemi fillu mi logarit ditët pas viteve 50-ta. Unë edhe ti kemi mush 50 vjetë, kështu që ti në kohën më të mirë, diku 22-23 vjeqarje, edhe për shë që e shumë vital, unë e pak më eri se ti dhe pak më fëminor. Po çka me bo? Jeta e jonë ka pas shumë stuhije, tash kemi hi në kohën e qetësisë dushëm. Profesor, çfarë ndjesi ishte me ndivigju djalin e Axhës edhe vllaun të rrëfy për ju? Dytë që ta shtune për këto të Axhë, djali të Axhës se majnë mend hala se ka qenë fakti e dhonë shë mëndaj meje, po unë e kom meritu në është asë i kom shtesu, po unë kom pas qatë mani që them, si më ka dalë mjaf dita, po më ka dashtë edhe nata, edhe në gjumë kom hetë, se në gjumë kom pa. E ky që vlau që me tregoj, kom haru krejt. Që shka mundësi si vogël me etë si jerëm me kilometra? Në për katune, disa katune i kom kalu, edhe është qudi se unë që kom majten me në rrugën, se kom ditë që do të ndodha jo, po truni punon pavarësisht prej meje, dhe e ka faktikisht
e kam pas satelitin që më ka drejtu ka shkoj. Ishte djali Agjes ai që së pari do më thënë ka re, pastaj t'ka përshaf. Po, është e vërtet se fort më ka dasht edhe fort më ka dasht. Edhe kur t'ka re? Po, jo, unë se, tashti, më ka re, po qërë të fëmija ty re rritet, dhe në tashti nuk po rriten fëmija, po rriten, jonë ma të zëtë, po rriten dhe pa u re. Neve o dasht më na re për mu rrit ma shpejt. Po që i tha ky vllau im Aliu, është jurist, për ndryshe edhe bashkë pjestar në Burgun, bashkë me mu ka qenë Burgë, dhe të nishin i kanë denu 5 vjetë, edhe është të vërtet i kom fitu se kom qenë valtar i mirë, kom qenë notus i mirë, kom qenë notus kampioni Kosovës, kampioni Serbisë, po edhe kom qenë valtar i mirë, kom qenë edhe artistë, po kom lujten pej, edhe sot faktikisht muzikën e kom mrena meje. Artist në shpirt? Po, artist në shpirt, është e vërtet. Edhe kom vujt që se më kanë lonë me shku në shkollë të muzikës, edhe ato e kom pik, ajo është dëshira ime e paralizuar, po rrov dhomi të shqyqur që s'ke shku në shkollë të muzikës, se në kështë zonë shpirtin, le me shkrime, po edhe me muzikë. është e vërtet për arsye se muzika për mu është arti, jo për mu po, Teodor Adorno të regon, thotë është arti mbi arte, kulmi i arteve është muzika. E atë, ajo më ka me të mungu. Profesor, e ndini vetën më shumë Prishtinas, Gjakovar apo Pejan? Unë e thëmë gjithmonë, jëmë Gjakovar prej Pejes. Prishtinas kur nuk e një vetën. Pse nuk e një vetën Prishtinas? Kur kom ardhën Prishtinë, fusha Kosovës më ka qenë si paradhome zyres, edhe Prishtina më ka qenë zyre. Kështu që në Prishtina jam kthy, Prishtina është qytet që sot jam Prishtinas, po gjithmonë i thamë jam Gjakovar prej Pejes. Se printi kom prej Gjakovës, unë kom linden pej, jam rriten pej, fëminin e kom kalun pej, e në deti nuk kem shku, po kem shku në Renik Gjakovës. Dhe aty e keni shiju ujën, po sigurisht, jem latë gjiri melës, gjiri jahosin. Arshë që që në mel? Edhe më ndejnë pej, kom notu shumë, edhe në librat e notit pejës, jam me fotografi, shënimet e mija të fitoreve i kanë qitë, kështu që shka jo ma një vetën Prishtinas, nuk e një vetën Prishtinas, ta shtë jam fush Kosovë, jetoj, ta shtë e një vetën, se shkoha me paguti shka rrymen edhe po më flasin. Gjakovari Pejes që jeton në Prishtinë. Jo, në fush Kosovë. Fush Kosovë. Edhe ju profesor këtu thash, po edhe unë jam fush Kosovë. Ati që edhe unë jam Kosovë, thash po, edhe unë jam fush Kosovë. Po, profesor, ju së pari në Zagreb e përmendë që keni studiuar për drejtësi, pastaj në Beograd për dramaturgji. Ka pas, keni pas gjithmonë dëshirë që të merreni me shkrime, me dramë? Unë jam marrë me shkrime që në moshën 15 vjeqare kom fillu të botoj. Edhe pa ndërprej kurse kom ndërprej shkrimin. Edhe ty e njëse edhe vlau im është jurist, vlau i madh është jurist, të një falënyre. Se nuk vazhdove si jurist, realisht? Po, them drejten, kom pas kom Zagreb, kom kry ka 3 vjetë faktikisht fakultetit juridik, po nuk kom pas burs. Me studiu në Zagreb pa burs është vështirë. 3 vjetë kom duru mjaftë, kom qenë punëtor fizik, kom shkarku kamiona, kamiona jo, po vagona trenit, mandej kom pasru rrugë për i borës, kom qeroje natë. Do më thonë, kom punu përmes kooperative studentve, edhe e kom majtë vetë vetin, edhe honoraret që mbishin prej shkrimeve që i bëja shkruja faktikisht, edhe këto gazeta Trilindja, Zëri Nisë, edhe pagujshin në i tro pare, sikur se ju që për pages të emisioni do të me epni këtë lemzën si pages. Profesor, ku e gjeni më shumë vetën? Si skenarist, si regjisor, si dramaturg, si publicist, si autor librash? Një gjo, gjithë kun jam une. Të shku e një vetën, varsisht prej ides që lindë. Gjatë të në kohës, unë jam eduku në familje me një frym patriotike. Edhe e frym patriotike ka vazhdu gjatë të në kohës, se baba im ka kry shkollën fillore të atë Gjershfishtan në kolegjin jezuit, ka kry shkollën e mesme në Turqi, Istanbul, ka kry gjysë maturën, pjesën e madhe të maturës se ka kry në Berlin edhe universitetin. Ai fliste për Goethen, fliste për shkriptarët, unë jom brumos
prej nanës me ide patriotike, Ndërsa prej babes me shkrime, kulturë të me pafundme. Kur E këto dyjat faktikisht janë lidhë, tashti, kudo që t'jam njëna mirë. Kur e përmendet për film apo për skenar, filmi dëshiroj që idetë e mia të depërtojnë shumë më tepër se sa që depërtojnë librat. Bja fjala dashuria bjesh vetnemun e deri tash është shiku rreth 900.000 shikus. Asnjë libër i imi nuk do ta përjetoj që ta lexojnë 900.000 lexues. po. Do të thotë, porosia ime artistike, ideore, do të jetë ma e depërtueshme nëse i ofrohet në një paketim të kohës. Dhe pikërisht ajo paketimi i kohës është arti televiziv, është filmi. Mediat sot kanë mundësu që arti dhe idetë të depërtojnë dhe të arrinë sa më shpejt të ai që e lexon, të recipienti. Nga kjo logjik, unë tona ato që i pyetet jo me kremi. Kur jemi këtu tek shkrimet, e ndjekim edhe një insert me 2 personazhe, realisht 2 bashkëpunëtor tuaj. Me kremin jemi shok më shumë se gjysmë shekulli. Do me thonë, kanë kaluar shumë vite, mirë po shoqëria jonë ka mbetë e njëjtë. Njëtemi që nga koha kur kemi qenë gjimnazistaj në Pej, unë në Prishtinë. Pastaj kemi qenë së bashku në studime në Zagreb. Ai ka qenë në një dek tjetër në tjetën. Mi po prapë jemi bashkuar në vitin 68 në redaksin televizive në gjuhën shqipe, kur e kremi ka qenë jeni ndër themeluesit e asaj redaksie cila ka filluar të emitoj emisione në gjuhën shqipe që nga nëntori i vitit 1966. Ajo kohë ka qenë shumë kohë dinamike, atëherë ka qenë pak më vështirë sepse kamera jonë ishte e rënë 50 kg të quaj Aurikon, dhe jo kamerë duhej të bartej nga 2-3 vetë ku shkoj në një vend, edhe të mbuloj me mjaft bunda të shoferve dhe me batanije tjera që të amortizohet krisma e kamerës e cile ka qenë sigurisht e krisme mullirit. Dhe ajo, do të thonë, kënaqësia jonë më e madhe në atë kohë ka qenë që kur bënim biseda tjera si sot që po bëjmë kështu, të mos ketë sa më pak zhurmë nga ajo kamerë. Dhe e kremi mundohej në çdo mënyrë që në mënyrë shpeshherë e ndërprente të gjerimin, thonë të mulliri po kërset shumë. Tipike e kremi ka qenë dhe ka met optimist. Dritet studentore kur binte borë në Zagreb, e ne gëzoheshim, jo pse po binte borë, po gëzoheshim sepse si student shkonim edhe në ato serviset e studentëve, edhe pastornim borën dhe fitonim në një dinar për shpenzimet tona studentore. Dhe kërë që sa herë tako me kremin, i them kur do të bi bora. Na njohën kryesisht përcaktimi kombëtar na njohu, na afroi. Ai është autor i gjithanshëm, shumë i frytshëm, i pangopshëm, nuk ngjihet kurrë. Është ndër të rrallët që në procesin e gjykimit, kur merrnin shumë vite burg ata që kalonin në përdur të gjykatësve tanë, shqiptarë ishin gjithë, Ekrem Kryeziu është besoj i vetmi që në callë gjyqit kërkoj që Republikën për Kosovën. Një pjesë e kolegëve të çoroditur thonin, e tradhtoi bukën që ka hangër në televizion dhe shiko tash bukën e tjera. Te shfaqja e parë do t'ju them një epizod shumë interesant. Mbas shfaqjes, në teatrin Sofra, shpërndanin nga një lang pije dhe bëhej diskutim për shfaqjen dhe për temat që trajtoheshin brenda shfaqjes. Në shfaqje afër e kisha Jusuf Garvallën dhe atje përballë pak më larg Ali Shukriu. E mori fjalën edhe çfarë tha? Tha, çka kemi hequr nati, mbledhim djemt për luftë,
dhe menzi i banim ata djemë që na duheshin, thot ta kishim pasur këtë shfaqje, na do të vinin mas, besoj shumë prej tyre. Dhe Jusuf Gërvalla mori fjalën, tha, si do qoftë, Noli bëri gjithçka, për Shqipëri tamam nuk bëri kurrë. Shfaqja tjetër, çfarë na ndodhi? Se ma përkujtuot. U shitën biletat, erdhen shikuesit, pritnim të shkallët kur të hapen dyert që të futemi ta shohim shfaqje, normalisht edhe na autorët. Nuk ndodhi, doli dikush dhe njoftoi shfaqja nuk mbahet. Është urdhër, shfaqja nuk mbahet. E Kerem Kryeziu i Dhazar mori vesh kush e kanal ishin përgjegjësit për kulturë në Komitetin Krahinor të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, e kishin ndalur shfaqjen Naimi Qiriri Pashuar dhe tani pritim ç'do të ndodh. Erdhën e pan shfaqjen përgjegjësit dhe thanë, këto vargje, dhe ishin vargjet e Naimit, dallandyshe, bukuroshet, kishëm krahasi i tij, ta këto i hiqnin dhe shfaqja le të mbahet. Çun Lajçi i kishte rolin e vet këto vargje dhe na mendonim se i ka përcyer ato. Ajtja Krisi, me krejt fuqin aktoreske që kishte, i tha ato dhe ajo bë pjesa qendrore e shfaqjes. Dhe në qoftë se duhet t'i them diçka, e Kerem Kryeziut, në këtë kohë të zorshme për kulturë të mirëfillt, kombëtare, kur e Kerem Kryeziu ka skenar, ka drama, ka vepra për realizim, çka t'i them pos gajrete, Kerem? Profesor, si e kujton kohën gjatë studimeve sa keni qenë në Kroaci dhe në Beograd me Nehat Islamin dhe punët fizike në shi e në borë? Po di që, kom qenë i ri edhe i riu, si thënë, i dëron gjithçka. Do më thonë, e kon shfrytzu jo vetëm studimet, por kon shfrytzu edhe rastin të ti përcjellë jetën kulturore. Ka arritë që bashkë me Nehatin, që nuk e përmeni ky, kem boj intervistën e parë me Miroslav Krlezhin. Dhe ai nuk don të t'japim intervistë, unë i thash mirë në intervistë nuk po ju kërkojmë, atëra mund të bisedoj me ju. Po bisedë mund të bëjmë, atashti biseda ishte po na nuk shenum. Edhe unë Nehati e memorizum gati çdo fjalë si ke dal prej kabinetit të Miroslav Krlezhit, ka qenë drejtor i entit leksikografik të enciklopedik të Zagrebit, dhe më figura ma eminente e kulturës së Zagrebit, Kroacis, dhe e bom intervistën dhe u botu. Edhe më kujtohet kur shkum të Krlezha, i qum një buket me lule. Edhe ta shkukuj një time përpara si kisha qu buket me lule. E tash ata, për i dyqanit, na lidhen me një celofan të bukur lulet, edhe lulet dukeshin ma të bukra. Edhe tash une po ja qoj këti Krlezhes, edhe a i pëngqyrë tha, a doni mi marrë të lule me vetja, me kini për mu. Tash, ju kem pru juve, atë ta e kja celofanin, vetë me veti unë e kujtoha të zbukurova. Me celofan. Thjesht ka qenë një përvojë dhe një po eksperiencë si, e mirë dhe gjatë tanë kohë se kon interesante. shfrytzu çdo sekond të jetës në Zagreb, Për me që fitu shtojnë nuk përvojë. kom hongër, më kujtohet 5 ditë nuk kom hongër buk. Edhe kom shku me Nehatin e këta, ishin apo thash kom hongër. Edhe isha them, kur ka marrë vesh Nehati që une s'kom hongër 5 ditë, e kom nejt me ta, më prit që një honorar merdh, e ma në fund e merdh honorar, dhe e qarosa Aribalen, një kolegë timin. Edhe Nehati ka qajt, pse se më ki të regu, pse se më prit. Une jo marrë me majt e kremis, për s'vret që dikush tjetër me majt mu. Po, si e kujtoni kohën me Skënder Blakaj, do më thënë që të përgatit një shfaqje, filmash? Është e vërtet, Skenderin e kom pas jo vetëm në teatr, Skenderin e kom pas idol bashk idealist. Edhe Skenderin, edhe Jusuf Gërvallën, edhe Unë këtu kam disa shkrime të asaj kohe. Këtu është e Kerem Kryeziu dhe Çun Lajçi. E gëzume që to që shkrime kishit bo shumë mirë me mi dhënë se unë nuk i kam, se nuk kam, mu kanë kallë shpia në pej, më kanë kallë gjatë luftës, edhe shumë sene faktikisht nuk i ekzistojnë mo. Fuqia fjalës në tekstin politik. Po, qëre, ti pytet ku jam, gjithkun jam une. Për arsye se në mu ekzistojnë një varg shkelqime, them, maratonomaku i madh është Shfaqja që ka qenë teksti i Skenderit dhe teksti i Skenderit që quni lunë,
Ka qenë shfaqje mrekullueshme. Pastaj Naimi Qiriu i pashuar. Po, i pashuar. Që? Po, jo zot o zot. Janë shkrimet të shumta, të cilat tashmë këtu ju takojnë juve. Faleminderit shumë. Po me Qunlajqin gjatë tonë kohës unë e përshë vetë vetën çfarë djali pas ta qenë, mërë zot, mos t'i bim shrish vetit. Veç një njeri që nuk o bashkë, kur nuk jom pajtu me një realitet saktuar. Ato fjalë që mi ka thonë nana, që në esencë ajo i kënojnë të vllaut tim, Aliut, ti mu bësh mbreti i Shqipërisë, do më thonë gjatë tanë kohës unë e kom pas qëllim që t'jem një pris i Shqipërisë. Kur them Shqipëria, nuk mendoj Shqipëria londineze, po e mendoj Shqipërinë në gjithë teritoret e veta. Dhe do të vdes faktikisht. Tash jetoj edhe ndurs, do më thonë e kom një pjesë time jetoj atje. Edhe atje. Profesor, ka qenë kjo arsyeja duke ju mos u pajtuar me realitetin e asaj kohe që ju u burgoset në vitin 1980, realisht pas demonstratave. Naturisht, çdo punimi imi ka qenë duke nisur prej epokës Faragjygjit, që është punuar 78, që ka qenë ajo është faktikisht dramë ikonë i letërsisë shqiptare. Dhe më kujtohet Ismail Kaderin e miki imi, thotë shumë i qmuar që një prej vitit 1970, që 4 vjet jemi qytojnë takimet pa ndara, thotë fitus është ai shkrimtar kur arrin të hynë në librat shkollore, se vetëm kur hynë librat shkollore, ai jeton me breza. Dhe me epokën Paragjygjit, ajo ka qenë guri që faktikisht janë thy gjitha problemet, janë lidh me atë. Po cila ishte e vërteta burgosjes tënde pas demonstratave të vërteta burgosjes ime në esencë më kanë quajtur ideolog i lëvizjes së të Tenishit, që nuk është e vërtetë. Unë s'kom qenë ideolog. Unë kom qenë, nëse mund të kom qenë një ideolog shpirtëror, jo që ideolog partijak, jo ideolog i një grupacioni politik. Unë gjatë të kohës kom komuniku me një rafsh të tërë të shqiptarve. Sa kanë qenë të vështira ato 8 vite burgë, largë familjes, largë gruas? Vështira kanë qenë ma tepër për familjen se sa për mu. Për arsye se për hirt ati burgut ka psu familja ime. Këto që unë e kom qenë burg, unë e kom meritu se kom qenë kundër Jugoslavisë. E kom meritu për arsye se në atë kohë kur tjertë nuk kanë guxuar të flasin, unë në bashkë me Ushin Hotin, me Halil Idemen, me Mentor Kaqin, kem thonë gjatë tanë kohës që ne duam Republikën e Kosovës. Edhe në seancë gjyqësore? Po. Kush e ka thonë i pari nuk e di, po e di që i pari ka mund të thotë Halil Idema se a i ka dal i pari para gjykatores, na ishim për jashta. E di se unë e kom thonë i dyti, se kom qenë i dyti indra, edhe kur thëmë tashti, se cili për neshtë të unë e kom thonë i pari, o thash, ju keni thonë i pari, se keni ditë që na i kem thonë para jush. Kështu që kem punu për një ideal të përbashket. E tash, familjet tona kanë pësu, familjet tona kanë vujtë. Unë i kom pas 3 djemi, kom pas grune e re, ka odash të kujdeset për ushqimin tim në burg. Edhe ajo shkreta... Vizitat e her pas hershme... Vizitat, po, ma vonë, kur janë liru vizitat, më kujtohet, kur vinte paketa e ushqimit, ajo shkreta i ka pregadit për që une që kem për kretat kohë dhe sa së dvjen vizita tjetër. Unë isha në burg me Varfënjak që i ka Kosova, që ishin bashkë pjesëtar të idealit tim, edhe ishte darsën për vinte paketa e Krem Kryezijut, edhe shtronim, edhe ajo shka resmija ime e kishte pregadit për 15 ditë, hahaj aty për aty. Për një ditë vetme. Edhe hisëm dhimet, edhe i lutesh atyre fshatarve që ishin burg, se ju bishin napolitanka, thësha, a keni kep, a keni hudra, se kepa hudra e majnë burgosurin. Edhe po thashtu, lipini kepë dhe hudra të hajmë perime. Po ta kishe ëmbël pak, po, në menzume napolitanka. Po, të deri të dritarja, rani me qenë një market me napolitanka. Në vitin 1985 ju jeni liruar nga burgu për të vazhduar gjitha aktivitetin tuaj aty ku e kishit lënë, duke e formuar edhe produksionin Labia. Po. Ku keni punuar edhe filma Labia, të ndryshëm. Ma vonë se në fillim, faktikisht nuk kom qenë i përdjekur edhe kur janë dalë prej burgu. Dhe nuk kom pas punë, o dasht të cilem në për Kosovë,
ekzistoj, kom shit letrat e Dugagjinit, formular. Mandej kom qenë një dyqan fotografëve me që isha mjeshtri i fotografisë, po frigoheshi njerëzit vinë fotografohen te une. Dhe nuk jam thy kur u bo shkumbini që të ketë mundësi të punoj, të bëhet krah i punës. Edhe shkumbini shkonte fotografonte nëpër shkolla, edhe më ka animu. Mandej edhe me shkumbinin, Milotin edhe Drinin, tretjen temi edhe me lumë labjen. Edhe shkumbini e ka zgjedh shenjën e labjes është anija e lire, sepse anija është një element, faktikisht është një mjet transportues që e bartë. Edhe bartë kulturë, bartë ushqim, bartë gjithçka. Edhe ne, në këtë rast, ne jemi në anijen e labjes, që quhet tribuna. Dhe përmes kësaj anije ta quaj. Këto fjalë tona, bartën e përbot, kudo që janë shqiptar, kudo që e shikojnë këtë televizion të mrekullueshëm. Ka qenë një ide e mirë. Ide e mirë që edhe sot faktikisht shkumbini vazhdon të punoj me pamundësi se faktikisht fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite unë kom pengesa të mëdha dhe shkumbini është jurist, ka magjistru juridikun, si thash, juristat në familje vazhdojnë të jetojnë, dhe është i papunë sot. Për arsye se unë kursi kom taku një partije, unë i kom taku popullit. Edhe në librin e Uklushit, Bataloni Atlantikut, nuk di nëse keni po atë libër, në fillim thot, e merr një citat për një shkrimi që e kom botu në Amerike, për mu, për diasporën, partia është atë dheu. Edhe për mu, aktiviteti, veprimtaria ime ideore, kulturore, është para dhe, jo për parti. Unë nuk jam kundër partive. Tona partit janë pjesë e zemrës time. E me që nuk i takoj një partije të saktuar, unë e psoj. Organizohen kritika, për shembull Kodi i Jetës merr çmim festivali ndërkombëtar në Durrës. Këtu sulmohet për arsye se nuk i kom paraqit se ndoshta sipas tyre qysh është dashur paraqitet ajo periudhë. Gjatë të kohës unë kom luftu që e vërteta del në shesh, e vërteta të jetë pjesë e artit, se vetëm me të vërtet arti mund të ekzistojë ndër shekuj. Ndjekim tani edhe një insert me student tuaj dhe bashkëpunëtor tuaj gjatë gjithë karrierës, pothuajse që kanë përcjellur. Ekrem Kryeziu është një njeri shumë i domethënshëm për mua dhe jetën time. Njeri të cilën e kam njohur diku nga mesi viteve të 80, atëherë kur e kishte braktisur, e kishte lënë burgur, kishte vuajtur dënimin në fakt. Në fakt Ekremin e kisha dhe profesor të dramaturgjisë në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, në katedrën të cilën ai e themeloi dhe u hoqi me shumë dinjitet. Por nga ana tjetër Ekremi ka qenë gazetari im i të thuash në gjitha gazetat e mia të cilat i kam votuar apo që i kam drejtuar si redaktor përgjegjës e tjerë, viti 1990. Unë kisha bërë një shkrim problematik në atë kohë, në cilin fakt kisha zënë në gojë një varg emrash të njerëzve të cilët ishin të merri i njerëzve pasi që punonin sigurimi shtetëror sërb. Për të qenë krejt i ndërgjegjshëm dhe i sinqert, unë disa prej tyre si emra i kisha dëgjuar për disa, ndoshta ata më të këqita që i kisha dëgjuar atë kohë. Dhe ata kishin shkuar në redaksin e revistës ku i kisha botuar unë, të qërojnë hesapet me mua, ishin të armatosur, mua më thirrën për redaksisë dhe më thanë një i rrezikuar. Unë i thirra disa burra në Prishtinë dhe ju thash dëgjoni burra, kështu e kam situatën, dhe të thuash pjesë e madhe njerëzve të cilët e kishin plot gojën liri, atë dhe burrni, traditë shqiptare, nuk më ftuan, nuk më hapën derën. I kam bërë një telefonat Ekremit dhe Ekremi më ka ftuar në shtëpinë e tij ku kam kaluar disa javë. Bujaria e Ekremit, resmia e zonjës tij dhe djemve ishte e pamatshme. Ata më pritën si një antar të ri të familjes dhe është një moment të cilin nuk mund ta shqis nga mendja asnjëherë dhe s'do ta harroj asnjëherë. Kam marrë një përfundim se po të mos ishte Ekremi, po të mos ekzistonte Ekremi, po të mos e kisha takuar Ekremin,
sigurisht se s'do të isha artist filmi. Gjithçka në hapat e parë, në fillimet e mia, ka qenë Ekrem. Shpesh herë kam pyet veten, me ardh një katundar, një Rugovas, për Rugovas prej ka vi unë, dhe të hasësh në miqësi të jashtëzakonshme të një begu, këtë e kom taku dhe e kom pa vetëm i ka ndodhë çunit me Ekrem Kryeziu. Më kujtohet që i kom dhënë vetës ndoshta më të drejtë se sa që duhej, derisa po gjirojmë të ngujuarit, Ekremi ishte përballë me dhe ishte Faruku i ndjerë, dhe unë e kisha harru se Ekremi është regjizor. Dhe po i them, e s'kisha ku mu ullë, ishim në një kullë, një sniq. Dhe po i them Ekremit, hec këtu, që të gunin, të ullë mu në këtu. Pra e bona objekt ku unë do të ullësh në regjizorin. Dhe po i them, Faruku të shikom ti mu, a jam të e lujtë mirë. Se këti nuk i besoj, kisha harru se Ekremi ishte regjizori, ishte dramaturg, ishte scenarist, ishte gjithçka. E lejon aktorin, kur është në elementin e vetë, kur është në element të mirë të aktrimit, edhe me fy, vetëm i nxirr të mirën pe aktoj dhe me kriju rolin që i shkon mirë edhe në filmin e vetë. Unë kisha pas shumë dëshirë që me Ekremin ta realizojmë edhe një ëndër që e kemi ne të dytë, një drama po monodram, të ati Lamit, Gjurmët dhe Bardha, që ishte personazh i jashtëzakonshëm. Dhe do të kishte qenë vërtet një surprizë madhe edhe për këtë teatr këtu, që atë personazh ta zhvillonin në një monodram e që ta shfaqim para spektatorëve të Prishtinës. Profesor, çfarë ndjesi është me pa bashkëpunëtor në këtë rast studentin tuaj që ka qenë Haqif Mulliqi, që ka arrit nga një student jetë një bashkëpunëtor juaj shumë i mirë? Është e vërtet, po si them, është vistri shumë i gjatë i atyre që kanë dalë prej durve të mia, po them, kjo është tretje ngopur, po më lëndoni në kuptimin se si thashtë mu duhet tani një huder për mësysh me mra, me mrujt, për arsye se është e vërtet, po unë e kom kryp detyren time. Edhe kur gjë s'kom bëhet, ma tepër se sa që duhet të bëj secili profesor. Përveç, domethënë që keni qenë një profesor i mirë edhe një profesor që i keni përcjell gjatë rrugtimit të tyre, ju po ashtu ju keni gjindë edhe shumë studentëve në situatat më të vështira. Është e vërtet, e përmendi një rast profesori është edhe prind. Unë e kom përkra, edhe gjithmonë i përkraj studentet edhe nuk kërkoj që ata të bëhen Ekrema. E nderoj personalitetin e tyre krijues, se vetëm në atë mënyrë ti je profesor, që duhet në kuadër të një ideje të caktuar që ai e koncepton, tja me që je profesor ishte dash t'i dish gjitha që ato mundësi, gjitha që ato kërkime, që ato qemtime në letërsi, dhe t'i ndihmosh tjetë në atë aspekt. Të gjitha ta faktikisht e kanë marrë atë që e kanë meritu. Sa është e vështirë apo e lehtë me bashkëpunu me Çun Lajqin edhe me qenë pjesë e roleve kryesore, ndoshta më të mira të dramave tuaja? Çun Lajqin është luftë e madhe me to. Pse luftë e madhe? Po, për arsye se ai ka një personalitet të vrullshëm, është një vulkan. Tamam Rugovas. More, Rugovas në kuptimin më të mirë të fjalës. Por, është edhe një poet i mrekullueshëm. Është përmes vargjeve ti, unë e shoh Rugoven, i shoh ato prendime djelit, i shoh ato drujt e qarrit, drujt e pishës, drujt e mshteknave, gjitha që ato që unë i kom pas ideal që nga fëmijëria. Edhe Rugoven e komune një ëndër të madhe, se jetoja në shtëpi ku ishte afër tabjeve, ku kalonin skadronet e ushtrisë që vritin njerëzën në tabje. Kanë vra, thuhet një numër shumë i madh, mos gjuna me shifra. Por, nana më thonte, qetëso se po kalojnë. E tash, unë e disha që po shkojnë ata edhe po vrasin njerëz. Po kur i shesha malësor të Rugoves, kur vinin me ata shallat bardhë, edhe për mu paraqiteshin si gjenje mitike, se veç që ata mu do të më shpetojnë. Edhe nuk është i që rastit që lidhja ime me Rugoven është e pandashme.
duke qenë ashtu, është e pandashme edhe me qunin. Aq ma tepër me poezit e tij të mrekullueshme që i komplet rrugoven e fëmiri i sime. Qatë frymë të mrekullueshme, qatë fëllat që ma hekte mërzin, vjen prej poezive ti. Dhe si e përmend Ilamin për gjurë të bardha një skemenari që e kom pas punu dhe jem vlerësu me çmimin me njëndër arenën e bronz për regjinë në festivalin e Pulës, do të zhvilloj poshtën rënd edhe Lami i qunit, faktikisht e ka shkri kë, dhe pikrisht gjithë ato langje krijuese që ky i ka shpreh në film. Une i kom thith. Në insertin e radhës janë 2 personazhe që i njohim në projektet e juja shumë suksesshme. Në moshën 17 vjeçare, Ekrem Kryeziu më afron rolin, një ndër rolet kryesore në filmin Dashuria Bjeshve të Nemra Ne. Një eksperiencë që me të vërtet me fjalë nuk di me përshkrujt, një moshë shumë të re, një eksperiencë isha e rrethuar me gjithë aktorë të mëdhej. Ka ndodhur një rast sepse unë isha më e ndihshme dhe ka ndodhur një rast që Ekremi, Agja Ekrem, si që quajon, ishte një skenë ku o dashke me lujt me Donatin, ishte një skenë pak ma e ndihshme që për mu doke në atë ku, mu doke diçka shumë e madhe, ishe në ato skenat ma romantike edhe unë dësha mi refuzu ato skena. Dhe a i ka qenë pak nervoz në mu, për shkak se normal që a i regjisor edhe o dashte me lujt, unë si aktore, o dashte me lujt gjitha ato qëfar a i kërkonte. Falë energjisë ti, vullnetit ti, tash po bohët edhe Dashuria Bjeshve të Nemra 3 që veç ka fillu gjirimet, pritet që si vjetë ka vera të vazhdojnë, e du të fort, edhe du me energji që ashtu qysh është gjithë, luftarak si gjithë, ato këto e veç dëshira që po i them, sepse e di që ai ato i ka, edhe bile me mendu për Dashuria Bjeshve të Nemra 4, që 3-shin për përfundojmë edhe me fillu me mendu për 4-shin. Nëse mund të veçohet të dikush në qoftë moshën e ti, qoftë moshën edhe materiala, se çka është energjia, se çka është këllë, se çka i asgjë mund të realizohet dhe mund të bëhet artë. Filmi pari imi, si student, ishim në vitin e 4. Ngjëruam gjatë gjithë ditës në strum, dhe më duk që po luaj rol kryesore edhe kur erdhëm me një kolegë timin, i thënë profesorit Faruk. Më bë rol në rëpëgushëm. Falim 2-3 orë për film. Por e pam premierë, filmi, roli ishte shumë i bukur, shumë i mirë, por nuk kishte ma tepër se 1 minutë ose 2 minuta. Thot, profesori Faruk ka këtë rol t'i full 2 orë. Më shtonë se ka shkruaj edhe një monodram për mu, kështu që ta shohim ta presim edhe këtë bashkëpunim. Ky ishte inserti me Djellzën dhe me mentorin. Dashuria Bjeshkve të Nemra mbetet një ndër projektet më të dashura në shqiptari. Do ta punoni edhe 4-shin apo ishte pyetja e Djellzës? Pyetja e Djellzës është që thoj letë është me kërku. E lypset ta punohet i vazhdimsinë, kushtet tona të punës është shumë vështirë. Jo vështirë në kuptimin e kreativitetit artistik, po mbështetjes materiale. Me që, them drejten, ky vrullimi i punës, po kam frikë se po ju pengon dikujt edhe po mundohen gjatë tankos të vendosin pengesa. Kush janë ata? Po, kush janë ata që e kanë qesen? Fjala Ministria Kulturës, Leqi nuk i mbështet faktikisht veprat kulminante të punëtorëve të Kosovës, kuptoj krijuesve të Kosovës, dhe harxhon të holla me autor që vinë nga jashtë. Shihnin teatrin kombëtar disa shfaqje që radhës i kanë qenë jatri, punohen prej Maqedonasve. Dhe jo prej shqiptarëve. Jo prej shqiptarëve, nuk jam unë kundër Maqedonasve.
Do më thonë, nëse Macedonia aq shumë është kundër gjuhës shqipe, është kundër politikanëve kosovarë, shqiptarë në Macedoni, ti e ndihmon atë. Po për mu, tash po flas si patriot, ata mund të thonë Ekremi ende po flet për politikë. Po, arti është politika më e fuqishme që i shërben një populli. Amerikanët e kanë kriju ëndrrën amerikane përmes filmit. Edhe ne duhet faktikisht ta krijojmë ëndrrën e Kosovës. Se që ky popull ka ditë ti luftoj të gjithë anëmiqt që kanë dashur të na thyen, brez pas brezi kanë shku në përburgje për qëtë Kosovë, të lirë dhe të pavarur. E detyra e jonë është ta bëjmë që arti i Kosovës tjetë art kulminant, po nëse nuk investojmë në qatë art, nuk mund bëhet kulminant, se arti kërkon mjete. Po ju profesor, ku e gjeni gjithë këtë energji për punë, pavarësisht që kanë kaluar bukur disa vite? Po, qëre, them drejten, unë e gjej energjinë në punë, e gjej energjinë në gjitha ato tema që janë prezente në shpirtin tim, që dalin nga ky vend, dhe që e kom për obligim, pikrisht unë do të jetoj gjatë për arsye se kom shumë sende t'i them këtij populli. T'i them faktikisht për arsye se e njej që ky popull aq është i pasur me vlera. Mbesoni kur vinë në Kosovë, po nuk ka vend më të bukur. Jo ndoshta kushtet materiale, po kur i shoh njerëzit e Kosovës, po kur e shoh këtë bukuri të Kosovës, kur e shoh këtë vrull që rrihen zemrat e tyre, mbesoni, kom shtetit krejt botën, po kurkun nuk kam vend më të lumtur që jam se çfarë që është në Kosova. Sa gjeni kohë për familje? Unë jam borzhli i grusime. Borzhli në atë kuptimin për arsye se në kohët më të vështira ajo e ka marrë familjen, ka qenë shtylla familjes. Jo martu 17 vjeçare, ka qenë me mua kur është martu. 18 vjeçare është bonon, ka kryer fakultetin, ka qenë shtylla e shtëpisë. Edhe sot e kësaj dite është shtylla e shtëpisë. E ndjekim insektin me gruan? E ndjekim, inshallah më ka lavdu. Ta shohim. Për herë të parë me Ekremin jemi taku në Pej. Ka qenë një kros i vrapimi qytetit, unë kom marrë pjesë në atë garë, e kom zanë vendin e parë, edhe një mësusja ime e edukatës fizike, ka marrë disa foto dhe ja ka tregu, thot ja çfarë nxan, s'kam unë e ka zonë vendin e parë këtu. Aja ka pa foton edhe i ka pëlqy, thot që kjo qenë ka e mirë, edhe qenë ka e madhe, mi lindë fëmijët e shëndetshëm. Shkrimi ka qenë ajo që të Ekremi ka të reqë, jo që edhe ka qenë djali bukur, djali pashe. Imi martu se kishim planet të shkojshim bashkë në studime. Ai sa ka qenë shtëpi, ka ndihmu shumë, po edhe s'ka qenë. Shumë të nuk ka qenë, kom qenë vetë. Ndarja kështu ma e gjatë, ndarja e dhimbshme ka qenë burgosja e Ekremit. Ishin në kohë të vështira dhe mandej ajo frika ime mos edhe fëmijët po më ndodhi diçka. Edhe kom arrit ta vizitoj edhe këtu, edhe në Beograd. Edhe në Beograd, edhe me fëmijët, kom fëmijët në moshë kritike, duan ta shohin hapën e vet edhe kanë leju sigurimi shtetëror, kanë hyrë në shtëpinë time kur kanë dashur. Më kanë shqetësu me fëmijë, është e rëndë kjo, ata ma morën djalin, nuk e morën mu, po unë që disha që po duhen atë vakt, me jetu me njerit artit, nuk o vështirë është shumë mirë. Ekrem as një punë nuk e lenë, kështu pa e finalizua, ashtu si që donë ti vetë, mas kësaj pune të lutem, përfundo atë projekt që unë e kom për zemër, jo vetëm ti, dramën që e kine për durë. Ky ishte inserti me zonjën Resmije, gruan tënde, shtyllën e shtëpisë. Fjalë pak është, si them, po të fliste kjo do të jeta ime, thash, është vlerë pikrisht se e kom njoftë Resmijen, po edhe kom qeni menqur që kom ditë të zgjidhi. Kjo ka themeluar shoqatën humanitare në Tereze, ka luftu për këtë, ka qenë në shënjestër të policisë pikrisht për aktivitetin që e ka bo për qëtë Kosovë, kuptimin humanitar, ka qenë një men luftetare, bashkë luftetare me mu.
Sa që para se të mburgosin ka pas një polemik me Sava Dautovicin në gazetën Nin. Edhe ai ka pas një artikull kundër shqiptarëve, kjo i përgjigjet. Edhe i thash, mos e shkruaj Beresmije se disha çka ka me gjetë mu, po kjo tha, qysh, tha, mos edhe kishte dhimbje dhamit, me që dhimbje dhamit e shkruan tash përgjigjen e dytë. Atëherë mburgosin mu. Edhe mu më akuzojshin se unë ja kom shkru ato. Për fat të mirë kjo vazhdon edhe shkrimin e tretë, isha se kom shkru unë. Edhe pas jeni burgos ju. Po jo, atëherë kur nuk e kanë botu, atëherë pranun që unë s'po ja shkruajsha, po i shkruan kjo vetë. Edhe se s'mujnë me marrë me mend që mundet një shkru shqiptare, një ere sa ka qenë, me qasi pozicionimi të drejtë që ka pas. Me shkru polemika të atila. Polemika të qati niveli me një ndër antarë të Komitetit Qendor të Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë. Edhe unë e tutna prej kësaj. Se tutesh prej gruz. Se tutna prej kësaj se kjo është qasi trimneshe. Në kuptimin tutna se i kundërvihet pavarësisht kujt është nëse ai nuk ka drejt. Unë jam munduar me qenë politikan me politik me drejt puna. Jo, kjo ato troshin. Kjo direkte. Gjaja është frika si më. Cili do të ishte dedikimi juaj me 2 fjalë 3 për zonjën Resmije? Zonja Resmije është e mirë, po e mira më e madhe e saj është që më ka mu burr. Po do më thonë që kjo ka pas fat, që të ka të burë? Jo, unë e kom pas fat. Unë e kom pas fat, për arsye se ka kom hecur në përbot, kom pas një shansë mu shkatru. Për afërsisht, unë e kom pritë Resmijen, pa Zoti ma ka qu qatë unë jaftu me u taku me Metullaja Syken, profesoresh në psikulturës, edhe kur e pash fotografinë edhe Ka qenë shorse në atë kohë? Shorse, po vrapon. Qka të rjeku ma shumë të Resmija? Shëndeti. Shëndeti ka qenë, qyre, unë gjithë tanë kohë s'ko mendu, jam shqiptar, du fmi, du nipa, du mesa, edhe kom thonë mi bon fmi të shnosh. Edhe tonë fëmijët e mi jonë matë gjatë se une, jonë matë mirë se une, falë Resmijes. E ndjekim tani insertin me shkumbimin, djalin tuaj. Po, të them të drejtën, këtu në autoritetin matë madhë, edhe sot edhe e ka pas nana. Baba asnjëherë s'ka qenë imponus, asnjëherë nuk ka ndiku në mënyrë shtu drejt për drejt që të ketë autoritet, apo nuk o sill ashtu në atë formë. Vitin 81, unë e majnë men shumë mirë, e majnë men se kom qenë në atë kohë 17 vjeqar. Ka qenë moment shumë i vështirë, po edhe se nuk i kemi ditë aq shumë edhe peshen e asaj pune. Nuk kemi qenë atë vetëdijshëm se çka po ndodh, se sa vite do të dënohet. E majnë men kishim në temperatura shumë të larta gjirori. Edhe kishim edhe njerëz statista ndryshëm, kishim njerëz që na suportonin tradhtinës aty dhe një moment caktuar kisha një mik i cili na ndihmoi edhe ish pjesë e xhirimeve, duke me marr pjesë në xhirime me ato veshje kombëtare, me faktikisht ishte një tematike viktimave të Tivarit, ishte rasti i Tivarit. Edhe një moment ai shoku më bën, tha, lutem, thash kumbina pithu, tha regjisorit ose profesorit që le të vret më shpejt se nuk jem ka muj shumë temperatura të larta, le të vret në film, s'kan e kisht. Edhe ajo u shëndru si një farë lloj shakaje, edhe i thashë, jo më bo lazëm, thashë edhe une me mbra, se asune si më ka muj me qindru, edhe në gusë që mi thojshim, apo na vret neve se na marum këtu në këto temperatura. Kam edhe një pyetje për fund, në bazë gjithë asoj veprimtarie, në bazë gjithë atyre kontakteve, bisedave, veprimtarisë që keni bërë me të ndjerin Halil Alidema, Ukshin Hoti, debatet me profesorin e nderuar Ali Hadrin, si e kanë menduar ata perspektive në këtij vendi, si e sheh sot Kosovën në raport me vende të tjera dhe në raport me ato ku ke pas dëshirë dhe ku është sot. Po, profesor, mundesh me ju përgjigj pyetjes së shkumbinit? Qyre, shka ta bën e yti, s'ta bën kurkush. Mas pari, kësi pyetje ç'është vështirë. Sot me i vetë edhe këta që jonë ka qeverisin Kosovën nuk din me të përgjigjë. Ku e keni pa ju dikur Kosovën, së bashku me bashkëpunëtor tuaj dhe ku eshin i sot? Qyre, ne kem dashtë ta kem Kosovën që shtu shtetë, pavarur,
e t'jetë pjesë e Bashkisë Evropiane, t'jetë pjesë e NATO-s. Dhe kam frikë se brezi që ka dalë nga lufta ka shumë merita për këtë. Po më vjen shumë keq se ai brez po harron se para tyre ka qenë edhe një brez tjetër. Edhe atë janë veç vazhdim si e një brezi që ka fillu luftën. Këta kanë krisë luftën. Lufta ka fillu shumë më përpara. E nëse ne nuk dim ta çmojmë ata që i kanë paraprik kësaj dite, kam frikë se nuk dim ta ruajmë këtë. Ne po kam frikë prej dëshirës që të bëhem pjesë e botës, sa është e mundur më parë, po dëshojmë ta hekim vetvete, ta hekim atë në për cilin kemi kaluar. Po, ta hekim kombëtaren prej vetvetes. Ju bje fjala dukeni sikur se një vajzë e New Yorkut, por ju nuk jeni vajzë e New Yorkut, jeni shqiptare që duhet mendoni që qatë bukuri që është e botës, ta pasuroni edhe me një bukuri që i takon, që rrjedh prej tokës Kosovës, që rrjedh prej shpirtit shqiptarit. Këto po jemi të bukuria, profesor, cili vendi ka vajzat më të bukura? Qyre, bota, po thëm jo vetëm vajzat edhe meshkujt. Populli shqiptar është populli më i bukur në botë. Besoni, sigur? 100%. Rita Ore është e Kosovës e kënon. Kjo era i strefi, sot do sillet e përbot, po është e Kosovës. Po unë po nisa këtu ka del, se cili katon, se cila rrugë, mund është me gjetë misin. Po kjo nuk o merit e tyre, është merit e brezit që i ka lind ata. Ata që i qeverisin me Kosovën. Kishta me ju lutë, e i njohë gjithë, kokë me kokë. Mos të harrojnë kush janë. Dhe të harrujnë atë që kanë, se vetëm në atë mënyrë, bota do të shmoj. Nëse ti shkelën mbi vetveten, të tjerët kanë me shkelë rëndë me sikur se tapeten që e shkelin. Mos ta shkelin vetveten, po të harrujnë vetveten dhe atë vetvete ta bojmë që tjetë baras peshësh me botën. Nuk e përmendëm Ushqinin. Unë do doja në këtë emision të flasë për Ushqinin për arsye se ka qenë pjesë bishethu i imi. Ka qenë një njeri që e ka dashur Kosovën dhe në këtë moment, në këtë ditë, unë jo që po mungon Ushqinin, po mungon shumë, po i mungon shumë atepër Ushqini i Kosovës, se ajo mendësi që e ka pas Ushqinin, të ngritjes e Kosovës në mënyrën më të mirë të mundshme, të baraspeshohet me botën, e ka pas. Fati i keq nuk është këtu, po jam i bindur se ata që e ka njohur që kanë ndëgjuar për Ushqinin, që i kanë lexuar veprat e Ushqinit, duhet t'i kenë ato, si them, Kur'an edhe Bibël. Si një thesar. Si një thesar, si një t'jenë, se ajo është ende për mu demiurg, edhe pikrisht kjo do doja që jetë mësim për këta që jonë. Profesor, ne kemi edhe një insert surpriz. Kush mendon që janë personazhet e insertit surpriz? Ju më befasut me shumë tjerë, edhe nuk e di, edhe thëm, unë e jom... Edhe e ndjekim, a? Jo, edhe them se shumë njohin, edhe kur hecin kam që më thëtë se ku unë nale, o thëmë nale në mbret, si jam se e defatoria Gjakovës që i bjen defit e në krejt dasmet e tonë e njohin, edhe jom një defatore, edhe njohin njerëzit kanë bised, dëshirë bisedojnë me mu. E ndjekim insertin. Në regull. Po shumë e vështirë me gjithë fjallë kur do të me folë për një prej njerëzve ma të ofër që i ki edhe ma dashtën, këtë rast është fjalla për Bajushin, i cili për mu është një prej njerëzve ma të ofërt edhe ma çmushëm që i kam, se cili për neve, sidomos në adoleshencën tonë, e kemi pas një idol dhe i cilit aspirojmë. Fatmirësisht, idoli im gjithmonë ka qenë pranë meje, çdo ditë, edhe në krahun tim djathtë, ky njeri e ti Bajush. Du shumë, kisha pas qef që me konë afër teje, me të shtëngushëm, edhe me të përqafë. Një prej pyetjeve për me ikë dramaciteteve, edhe pse Bajushi është vetë regjisor edhe dramaturg edhe është një prej fajtorëve që krijon skena tilla për publikun e gjerë, është
Sa është vështirë du me pyet me qenë gjysh i 10 nipave? Sot kena me folë për gjyshin tonë e kremin ose shëtirim nga Bajushin. Na jetëm në Amerikë edhe nëpse jemi kaq larg për Kosovës, na tonë konë folë me Bajushin edhe ai tonë konë na dimon me shkollë, na tregon me lexu libra edhe na tonë këju barabartë, edhe pse ai ka shumë nipa edhe mbesa. Bajushi është gjyshi më i mirë në botë se na mëson shumë sene të reja. Shumë e falenderoj që na ka bo surprizën gjatë dimrit kur ka ardhur në Amerikë edhe jena kënaqur shumë. Bajushi është si njeri i mirë ose gjyshi më i mirë në botë. Mezi s'po presim me shku në Kosovë, tani me shku në deti me palë mu knaq. Bajushi është shumë njeri i veçantë, edhe nëse se kisha pas gjysh e di që qysh shakon e lidhë me ta. Me Skype e keni marrë, Pra, e kremi apo Bajushi, si thonë gjithë një prej dëmbesat, për mua është një elektrod inspirimi, në fakt. Të zoti e krem pikë të fort është edhe fakti që është shumë rezilient, apo tip që nuk kthehet apo nuk dorëzohet kur. Ndoshta është si një lastik që sa do që e tërheq, ajo kur lëshohet, ai vetëm kthehet formën e tij të mëparshme, ndoshta edhe shumë ai fort se erën e kaluar. Me gjyshin ndoshta shumë shpesh edhe bëjmë shaka pasi që është shumë kreativ ndër edhe tepron me ato life hacks. Krimet e momentit për të zgjidhur ndonjë problem në jetën e përditshme. Kujtohet refugjat kemi qenë bllace edhe kremi ndoshta sa kemi mbri as gjysore s'ka shkuj, kemi pa që vi që kishë ndërtuar disa si shatora me shtaga, me një anë tjetër e kishë dhje zjarin. Në raport me mua vetëmja gjë që i pengon është fakti që e pi duhanin. Gjyshit do doja ta falenderoja shumë që ishte person shumë kyç në rritjen time si person dhe për inspirimin, energjin, dashurin të pafund që ai e ka. Me pas një gjyrë si e krem kryezi është një ndjenjë shumë e mirë, si që dim nga ana profesionale, është një regjisor i suksesshëm, nga ana private, është ndër njerëzit që më jep mas shumë t'i këshilla dhe më motivon për çdo sukses timin, sidomos për shkollë më së shumti, dhe këshillat e tij nuk i harroj asnjëherë. Gjyshi është shembulli më i mirë për t'u ndjekur. Bajushi për mu gjithmonë ka qenë një prej njerëzve më të rëndësishëm në botë. Kur dikush më pyetur Bajushin, se një parë që më vjen mendje është dashuria e jashtëzakonshme që e ka për krejt njerëzit e tij më të afërt, po sidomos për neve nipave dhe mbesave. Brava çdo burrit fort është dhe një grua e hekurt, që për Bajushin kjo grua është mami. Unë mendoj se pa mamin Bajushi nuk do të ishte ai njeri që është sot. Një pyetje që kisha dashur m'ia bëj Bajushit, kish me qenë, kish mujt më kthye edhe një herë në kohë, a kish pas shefën po regjisora vet, apo a kish dashur me zgjedh diçka tjetër. Të dua shumë edhe shpresoj që të shihemi sa më shpejt. Një moment interesant me gjyshin është se kur ai bën një ai është shumë punëtor edhe në shtëpi dhe bën punë që i bën gjyshja. Dhe gjyshja i thot mos i bëti këto punë të grave sepse nuk është punë e jotja, pastaj aty vjen i natë. Për shembull kur vizitojmë për alient, unë e them që ekzistojnë, ai thotë që s'ekzistojnë. Për lahëm pak. Ai më thotë që ekzistojnë, ai më thotë që s'ekzistojnë, unë i them që ekzistojnë, mas në i thotë aja ki informata për këtë sen, unë i them që kam plot informata e kështu. Unë do t'i them gjyshit se e dua shumë atë. Anila është tashti në Kosovë. Ky është inserti me nipat dhe mbesat. U knaqja, zot. Pëlqeu? Unë që s'm pëlqeu. Pëlqeu gjyshi e krem inserti. Po gjithë këta mushen me gzim për arsye se unë jam
Zot, qyre të them e një gjatë që pse e them këte? Kur kom qenë në Burg, kom pranë 46 kg, kom qenë tortura, po nuk jam thy për arsye se kom thonë një gjatë, më kanë ofru të më bojnë të atyre, kanë ofru pozita, edhe që kur kusht mos di që jam bashkëpunëtori tyne, edhe them drejten me që e njoh historinë, edhe e di që asti punë e mirë apo asti e keqe nuk fshihet ajo del në sipërfaqe. Thash, hajde po pranoj, se kom kalu, po më thotë edhe shoqja qysh ke mujt me menu, po thash kom logjikua din se njeriu intelektual duhet të menoj. Hajde pranoj Ekrem. Po ky Ekremi tjetër tha jo, s'mund të pranosh. Për çfarë? Për arsye se këta po e di ka që ky brez ndoshta nuk e merr vesh që ke qenë bashkëpunëtor. Po unë kom me pas një pa e mesa. Ata kanë mi zbulua, ka turp ma të madhë për mune, do t'jemi vdekur, që e be thonë qyre gjyshi jonë shka pas ka bo. Edhe thom, edhe këta 10 që i kon tash, këta më kanë dhonë fuqi që t'i përballoj gjitha atyre vujtje. Edhe ju thom, qyreni, djemve, qyreni, gjoni gratë mira, sikur se gjyshja juj. Edhe qikave, gjoni burrat mirë qështu sikur se është gjyshi juj. Për me konë të lumëtër, a? Me pas një jetë mirë. Pavarësisht që, digjo, jeta është me shumë travaje, me shumë pengesa, po njeri nuk u zonë se, po tashti... Kupton që duhet me pas mirë kuptim. Po duhet mirë kuptim, po duhet që ti është i qëndrushëm, ti përballosh për arsye se bota është kriju prej pengesave. Edhe secila pengesë e te i kaluar arrihet ma shpejt deri te caku. Ne shqiptarët fatkeqësisht kemi pas një histori të tmerrshme, edhe kur lavdohem për histori të kaluar të mos i përmendni, se akoma ma tmerr, jemi prezent atë gjatë në histori dhe ende nuk kemi shtetin tonë që do të donim ta kemi. E ne nga ky insert me nipa dhe mbesa do të shkojmë me pak marketing dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer sërish në studio, tani është rada që të vazhdojmë me rubrikën e vërtet apo guxim. Në këtë rubrik, ne kemi një pyetje të cilin e kemi përgatitur për ju, të cilën ju mund t'i përgjigjeni apo dhe të refuzoni dhe të vazhdojmë me veprim. Pyetja është kështu: cila është e vërteta e vizitave të herpashershme nga regjimi serb në shtëpinë tuaj përderisa ju ishit i burgosur? Ta torturojnë familjen, s'knaqen, më kanë torturuar edhe mu, çka s'm kanë folë për familjen, edhe çka si torturat kanë qenë permanente se për me mujt mu thy një individ. Thejet nëse ja thënë familjen. Fatmirësisht familja ime nuk është thy edhe unë jam që kështë jam sot. Pavarësisht pse ju keni qenë burgosur në shtëpinë tuaj, domethënë vazhdimisht ka pasur trazira, ka pasur kontrolla. Pse ka ndodhur pikërisht këto, profesor? Cila ka qenë arsyeja? Qëllimi ka qenë që ta thej familjen. Kur thejet familja, thash, kur thejet familja, ma let thejet individi. Fatmirësisht e kom pas grunë e fortë, ka qenë shumë e fuqishme që i ka majt fëmijët, ka majt edhe mu krahas atyre. Dhe vazhdoat jetën përsëri, më thënë të lumtur aty ku e kishit lënë. Pjesë e emisionit Lemza është edhe kjo ark. Çka mendonim? Çka kemi vendosur në atë ark? E ke ndonjë ide? Jo, kur nuk kom ide, kom gjetë surprizat më kënaqin. Mundesh me marr arkën dhe me shiku. Kush mendoni që ta ka dërguar zorf? E ke ndonjë ide? Jo. Jo thash, jo se nuk vesh ajo shka e parasho janë vetëm punët e mia. Shka do që pres, shka do që vjen, që është njëm i hapur. Shka do që të pytni, jom do t'i përgjigjen. Më mirë vonë se kur. Ekrem i dashur, shumati ndoshta qyrse njihemi, ke pas dëshirë të kesh një unaz, dëshirë të cilën kohë pas kohe ke përmendur. E di se edhe ndonjë argjendare ke porositur që ta sjellin një unaz, ashtu çfarë e ke kërkuar. Ajo unaz asnjëherë nuk të erdhi.
Prandaj, jam kurreshtare të di se ku qëndron puna. Ta kanë sjell unazën e nuk të ka pëlqye, ta kanë sjell unazën e të ka pëlqye por i e penduar. Sido që të jetë, unë bisedova me të dashurit e tanë dhe vendosëm që ta plotësojmë dëshiren e kahmotshme, që mua më ranë ndërmend, ta bëjmë një unazë dhurat, mbase që as unazën e martesës që të humbi gjatë kohës a ishe në burg, nuk e zëvendësove, edhe ditëlindjen e ke afër. Shpresojmë se modeli që e ke kërkuar a gjatë, ja kemi qolluar dhe se do të pëlqej. Urime dhe shëndet. Më mirë vonë se kur të duam, Resmia dhe djem ton me familjet e mrekullueshme të tyre. Kjo ishte edhe ajo unaza e kahmotshme që e keni kërkuar. Familja e realizoj këtë kërkesë dhe dëshirë tuaj të kahmotshme përmes emisionit Lemza. Po shë profesor, u emocionuat. Qyre, kom këtu i plaku, është si fëmija. Shpejt i dhënohet, shpejt emocionohet. Qyre, une torturave nuk ju kom frigu. Ledhatimet më friksojnë. Edhe, jam i likt për ledhatime. Po faleminderit që gruaja me se më ka tregu për e mordja mos e hekt. Pëlqen unaza? Shumë. Është e vërtet se në burg, jo kur. Në burg ma kanë marrë edhe. Për asaj kohë nuk e keni pas një unaz, qoftë të martesës Jo, apo një unaz të kom dy, po kjo kush e ka gjetë ka shtë mirë, Zoti e rujt. Fort e mirë, fort faleminderit. Po kush ju ka kujtu ka shpije? Ju pas ka shumë hije. Po ju. Po ju rëka shumë bukur. Po më vjen qesh o Zot. Po kush e Zot o Zot? Lemza si gjithmonë është me surpriza. Familjarët janë surpriza të mrekullueshme. Ata cilët ne bashkëpunojmë dhe mundohemi që të mbet një kujtim i mirë. Ky është edhe fundi i emisionit Lemza. Uroj t'jeni ndarë profesor i kënaqur me gjitha këto që kishim përgatitur për ju. Mi të gjitha i surprizuar, si që po e shoh. Jo, i surprizuar, Zot që shkam kombujt me menu, po jo që Faleminderit shumë, ju dëshoj punë të marë, unë faktikisht e kom pa emisionet Lemza dhe mund të them se janë emisionet të mrekullueshme, janë emisionet që janë të përgatitura mirë. Dhe vetëm me emisionet tilla që nuk përgatiten ad hoc, televizioni mund të jetë i afërt për publikun, i afërt për shikuesit, edhe këtë televizion e bën veçohet për të mirë nga televizionet e tjera. Faleminderit shumë. Me që kaq këshim sa i përket këtij emisioni. Nëse ju nuk e keni parë emisionin e plot, atëherë ju mund të na kërkoni në YouTube emisioni Lemza dhe mund ta shikoni edhe këtë emision, mirë po edhe emisionet e tjera. Ju pashtu mund të na kërkoni edhe në Facebook, në faqen Lemza, ku do t'i gjeni të gjitha informacionet që ju kanë ikur sa i përket emisionit Lemza. Unë do të dëshiroja ta falenderoja edhe Andër Ateli për flokët dhe grimin. Deri në takimin tonë të ardhshëm, gjitha të mirat.